Maliqi është veshur mbrëmjen e së dielës me shkëlqimin e dritave festive, duke hapur zyrtarisht sezonin e festave të fundvitit. Në qendër të qytetit u ndes dekori i ri, i cili jep Maliqit atmosferë të ngrohtë plot ngjyra gëzim. Sheshi kryesor është zbukuruar me pemën e madhe të Krishtlindjes, drita shumë ngjyrshe dhe instalacionet artistike që krijojnë një pamje magjike për banorët e vizitorët. Familjar, fëmijë të rinj u mblodhen në hapësirën publike për të shijuar ndezjen e dekorit në një mbrëmje ku mbizotëruan buzëqeshje dhe muzika festive. Atmosfera e festave është ndjer me gjithë intensitetin e saj, ndërsa rrugët kryesore të qytetit janë zbukuruar me element ndriçues modern, duke kthyer Maliqin në një destinacion të këndshëm për këtë periudhë të vitit. Qyteti tashmë është gati të presë fund vitin, duke sjellë gëzim, dritë dhe emocione për të gjithë komunitetin. Festat në Maliq kanë nisur zyrtarisht dhe drita e tyre pritet të ndezë edhe zemrat e banorëve gjatë gjithë muajit dhjetor.